Normal, ne të gjithë e kemi, do si njerëz e kemi një sfidë me AI. Ti e sheh si sfidë apo si ndim? Unë e shoh shumë si ndim. Jam një prej njerëzve që e përdori jashtëzakonisht shumë, edhe për edukim familje, edhe për çështje që kanë të bëjnë me mësimet e fëmijëve. Duke pas parasysh që kena literaturë të jashtëzakonisht atë ngushtë me çka i ushqejmë edhe fëmijët tonë në raport me dijen, inteligjenca artificiale t'ja po kufi prizëm dhe pikpamje të ndryshme në raport me gjithçka, edhe që ta ndihmon jashtëzakonisht, domethënë në rast se ti provon me e pasi ndim, në rast se e sheh si akademik ndej, nëse provon me marrë si ndim, inteligjencën artificiale të ndihmon shumë. Fëmicën e detyrave shkollore me fëmijët, bëj ushtrime kontrolluese, në çka bëjmë edhe në debat plus. Për shembull, nga landa e historisë, i thon vajzës, a mundesh për secilin mësim me i pa konde të ndryshme se si interpretohet e njëjta gjë edhe në raport në shtetin tjetër. Azon si e sheh Austria pikpamjen e një betejë nëse ka ndodhur në Austro-Hungari.